Nëse jeni në botën e kriptomonedhave, ka dy mënyra për të tregtuar: CEX, Centralized Exchange, apo bursë centralizuar, dhe DEX, bursat e decentralizuar. Por a e dini vërtet diferencën dhe pse DEX po fiton terren çdo ditë? Bursat CEX si Binance apo Coinbase janë të kontrolluara nga kompani të mëdha. Kur depozitoni aty, ju nuk jeni më pronari i plot i fondeve tuaja, sepse çecat privat ruhen nga platforma dhe jo nga ju. Kjo do të thotë që një hakerim, një bllokim llogarie apo kufizimi i tërheqjes mund të dërgojë në humbjen e fondeve ose mungesë kontrolli. Historia ka parë qindra milion dollar të humbur për shkak të sulmeve ndaj CEX. Nga ana tjetër kemi DEX, bursat e decentralizuara. Ato nuk mbajnë fondet tuaja, ju tregtoni direkt nga portofoli juaj personal, pa ndërmjetës dhe pa humbur kontrollin mbi çecat privat. Ju kontrolloni gjithçka. Avantazhet e DEX janë të qarta: kontroll total mbi fondet tuaja, privatësi më e lartë, pa KYC të lodhshme, tarifa më të ulta dhe transaksione më të shpejta, pa censurë dhe pa kufizime gjeografike. Transparencë totale, çdo gjë në blockchain. CEX është si të depozitosh paratë tua në një bankë dhe banka të vendosë se kur duhet të përdorni. DEX është si të kesh thesarin në shtëpinë tënde, gjithçka nën kontrollin tënd. Kripto ka lindur për liri dhe decentralizim. Bëu pjesë së armës të tregtimit me Umbra.exchange. Liria jote, kripto fillon këtu. Tregto pa kufi, pa ndërmjetës, vetëm ti dhe blockchain.